6.500 mësues në të gjithë vendit, të cilët në vitet 92-98 janë diplomuar në cikël të ullët, pra ose ish institutet si i thonim atëhere, nuk paguhet si që duhet, sepse ata kanë vetëm 3 vite shkollë, po janë një pjesë e mirë e mësuesve të cilët nuk rankohen me paga si pjesa tjetër e dalë në vitet e fundit. E për këtë arsye, ne kemi parë disa reagime sporadike në hapësirat mediatike të cilat janë vënë në dispozicion, por ajo që ne kemi arritur të mësojmë është edhe fakti që vetë ditën e nesërme është organizuar një protest. A do t'jetë një protest e cila do t'jetë fokusuar pikërisht e kjo kategori, apo do t'kete problematikat e tjera të cilat do të vihen në pa. Kështu që do të bashkëbisedojmë zëvendës presidentin e sindikatës të pavarur të arsimit, zotin Isa Halilaj. Përshëndetje, mirë se erdhe, zoti Halilaj. Përshëndetje. Nesër 7 mars si gjithë familjet shqiptare, se dua ta nis kështu, e kanë një ditë feste ku ne në mënyrë simbolike kthejmë syt nga mësuesit për t'i parë disi ndryshe, për t'i shpërblyer, për t'i vlerësuar, për t'i bërë që të ndjehen edhe më mirë me ato dhurata që unë thash janë simbolike, por edhe fëmijët i përgatisim shumë shpirtërisht, moralisht për të lartësuar figurën e mësuesit. Ndërkohë, si na gjen ky 7 mars i këtij viti? Po, është e vërtetë që shqiptarët arsimin e konsiderojnë të shenjtë dhe sipas Bankës Botërore, shqiptarët janë populli që shpenzon më shumë për shkollimin e fëmijëve në raport me të ardhurat. Kjo është konstatuar nga Banka Botërore. Por kjo nuk reflektohet në shpenzimet që bën qeveria për arsimin e fëmijëve shqiptar, sepse sot kemi vetëm një buxhet 2.4% të GDP-s që i është akorduar arsimit për këtë vit. Një kohë që vendet e Bashkimit Evropian e kanë mbi 5% dhe vendet nordike kanë mbi 7% dhe imagjino se çfarë GDP-sh kanë vendet perëndimore dhe çfarë GDP e kemi ne. Prandaj arsimi nuk është në ditë mira, ka problematika nga më të ndryshmet dhe fatkeqësisht profesionin e mësuesit e kanë braktisur të rit. Kemi programe me mësuesi që po mbyllen, mos harroni se këtë vit vetëm 7 student janë regjistruar vitin e parë në fakultet për mësuesi. Vetëm 7? 7 për fizik. Për lëndën e fizikës, por të shkencat, që është shumë e rëndësishme. Patjetër. Ne dikur profesorët e fizikës, matematikës, i kishim tek elita dhe tek... Dhe sot kemi, por na shfaqen mungesat mësuesve edhe në qendër të Tiranës, kryesisht të cikli ullët, tek arsimi parashkollor dhe pastaj në zonat të caktuara, mësues të shkencave, fizik, matematik, gjuhë huaj. Prandaj përveç këtyre, qeveria nuk po ndjek një politikë të mirë që të tërheqin të rit drejt arsimet. Pra, jemi në kushtet kur ne po përcjellim një panoram jo vetëm të GDP-s, një panoram të parave ose fokusit që kemi pikërisht tek arsimi, por edhe tek tregues real. Çfarë interesi ka për të bërë mësues në vendin tonë, si ne e kemi qasjen tek figura e mësuesit, se jo vetëm tek mënyra se si ne e trajtojmë edhe problematikat të cilat do të na vinë pas disa vitesh ndoshta dhe, por ne kemi dhe probleme sociale. Ne kemi probleme tek raporti mes qasjes për figurën e mësuesit. Kemi ç'bër, qoftë nga parat, qoftë nga mënyra se si e trajtojmë dhe deri se si edukohen brezat, sepse kur themi mësues, ne nuk kemi të bëjmë vetëm me nxënien, nuk kemi të bëjmë vetëm me dijen, që është ndryshme tek individ, por ne kemi të bëjmë me formimet e karaktereve, ne kemi të bëjmë tek rritja e individit, tek njerëz të cilët rreth parë janë njerëz që janë të dobishëm për shoqërinë. Dhe ne, prandaj thash e futa Azeli këtë momentin e problemeve sociale. Po, secili nga ne ka gjatë jetës të ka kaluar shumë mësues, por i ka modelet në vetvete, ruan mësuesin model dhe përveç se njohurive që merr shkolla do të jetë edhe një vend edukimi. Dhe jo rastësisht gjithmonë në historinë arsimit shqiptar është trajtuar ose është parë me kujdes që në degët e mësuesisë të shkojnë nxënësit më të mirë, maturantët më të mirë.
por vitet e fundit ky interes ka ra dhe i kësaj do shkoj duke rënë edhe nivelli i mësuesit. Gjithsesi, politika do t'i thrasin mendje se t'i kthejnë syt nga arsimi. Ne kemi propozuar që arsimi të jetë në 3 prioritetet e para kombëtare për të paktën një periudhë 30 vjeçare. Kërkohet një investim dhe reforma të sakta. Sistemi arsimor në Shqipëri nuk është reformuar, është një sistem i arnuar nga sistemi komunist. Pra, ju thoni nuk e kemi reformuar, se me politika e kanë reformuar ta. Ju thoni e kemi arnuar nga sistemi komunist. Normalisht, sepse ne vazhdojmë edhe emrat e shkollave, vazhdojmë të mos i kemi emra mësuesish, po të kemi emra të fortish, emra që s'kan lidhje fare me arsimin, që kryhen qoka, dhe ne që këtu pastaj... Për ata që na ndjekin, ku ti referohesh? Më japësh një 2 modele të shkollave që kanë emra të fortish, emra... Atëherë... Se jo të gjithë e kanë si ju... Atëherë, unë nuk po përmend emra, por kjo dihet, sepse janë kryer qoka me emra shkollash, dhe kemi edhe nga sistemi kaluar, që kanë qenë atentatorë, që kanë dhënë... Normalisht ka dhe shumë figura që ka dhënë kontribut në historinë e Shqipërisë, po jo në aspektin arsimor. Ato mund të ketë, për shembull, mund të kemi një shkencëtar që mund të jetë, ose një gazetar që do të jetë në studio të ndryshme të televizionit, por ku s'ka kontribut në arsim, pse do ta ketë shkolla? Një kohë që çdo fshat në Shqipëri e ka një mësues model. Pra ju jeni për ta bërë nga fillimi dhe për të stimuluar dhe për të evidentuar... Ne jemi që të hiqen të gjithë emrat e shkollave dhe shkollat të jenë vetëm emra mësuesish. Të drejtën për të pas emër në çdo institucion të Shqipërisë e kanë vetëm firmtarët e pavarësisë, si kudo në botë që janë baballarët e kombit. Është fatkeqësi që sot asnjë shkollë në Shqipëri nuk e ka emrin, asnjë shkollë publike e arsimit publik nuk e ka emrin e Mira Shivanaj, që mohat reformatori më i mirë i gjithë historisë arsimit shqiptar. Pra kemi emra që s'kan fare lidhje me arsimin dhe asnjë shkollë s'ka emrin e Mira Shivanajt. E kuptova. Tani, themi s'kemi mësues. Dalim tek reformimi, se kemi reformuar, thoni ju, e kemi arnuar nga komunizmi. Kemi dhe, këtej s'kemi njerëz, po kemi dhe 6.500 mësues, e mua më desh, ta shikoja disa herë, se më dukesh një shifër shumë e lartë, thash po gaboj. Dhe nuk më rrin në kuptimin që ne kemi këtë lloj emergjence, kemi këtë lloj halle me cilat po përballemi. Nuk i dim se sa ne po i zëvendësojmë mësuesit, nuk i dim sa të kualifikuar janë, po vetëm thjesht po flasim si çështje numrash për mësuesit, ë? Dhe nuk e them vetëm në shtet, e them edhe tek privati këtë. Është përgjithësi kjo. Po ideja është tani këta 6500 mësues, unë kam dëgjuar gjatë këtyre ditëve në media që me drejt kërkojnë që të trajtohen me pagë. Qeveria është zotuar se do të jetë një sektor rritën pagat, po 6500 si kanë mbetur në hije? Atëherë, dhe si trajtohen, se du ta kuptojmë çfarë kërkojnë raportet e tjerët? Në muajin qershor kishim një VKM për rritjen e rrogave. Por rroga e mësuesit ka 4 komponent. Pra është paga e grupit, mbi pagën e grupit llogaritet kualifikimet, pra janë shkalla e parë, shkalla e dytë, pra e tretë, e dytë dhe e parë, që e me parë një mjeshtër, që vjen pas 20 viteve, si vjetë ka ndryshuar ligji dhe jetë pas udhëzimit dhe jetë pas 15 viteve, kemi pagën e pozicionit dhe vjetërsia që llogaritet mbi pagën e pozicionit. Fatkeqësisht ne në çuditërisht kemi një ndryshim në këtë VKM të pagës grupit. Për shembull, një mësues kur ka kualifikimin e plot, është paguhet me pagë grupi 120.000 lek ose 14.000 lek të reja. Kurse, te kanë përfituar të gjithë mësuesit që janë sistemin arsimor dhe kanë arsimin e lartë. Por çuditërisht, në muajin qershor me VKM-n e re, na ka dalë një problematik të cilën ne si sindikat fillimisht e trajtuam si lapsus. Kuptoj. Kemi mësuesit që kanë përfunduar studimet për ciklin e ulët dhe kanë qenë 3 vjeçare. Deri nga vitet 2000. Dhe mësuesit që kanë përfunduar studimet nga vitit 1992 deri afërsisht vitit 2000, trajtohen, është ndrruar dhe trajtohen si bachelor. Sepse ashtu ai ishte cikli i mbyllur. Faktikisht nuk mund të quash kush ka përfunduar studimet në vitin 92 për mësues ciklit ulët, sepse ai ishte cikli i mbyllur dhe në diplomë
thoshte që përfundoj studimet dhe për mësues klasës parë dhe deri në 4. Ata praktikisht po vuajnë pasojat e sistemit. Nuk është se këtu... Dhe kemi shumë handikape në këte. Do t'ju jap një shembull. Shkodra është emëruar, ka marrë emërimin si universitet përpara instituteve tjera pedagogjike. Sepse ata që janë me institute e fitojnë. Ata që janë në universitet nuk e përfitojnë këte. Dhe paguan ka ndryshime. Dhe çuditërisht do t'jap një shembull, në një shkollë kishim dy mësuese. Njëra kishte përfunduar në vitin 93 studimet në Shkodër, kurse tjetra kishte përfunduar në Gjirokastër. Por shkak të zhvillimeve të kohës, Shkodra e mori titullin universitet përpara instituteve tjera, sepse të tjerat e morën vitin 94. Dhe kemi dy mësuese në të njëjtën shkollë. Njëra kishte përfunduar në Gjirokastër, tjetra në Shkodër. Kjo që kishte përfunduar në Gjirokastër dhe emërohej institut, përfitonte 140.000 lekë pagën e grupit. Kjo që kishte përfunduar në Shkodër dhe emërimi ishte universitet, pra institut universitet, të njëjtën deg, në të njëjtën periudhë, të njëjtën vit, kishte ndryshimi me 40.000 lekë rroga. Do të thotë, cikli i mbyllur është cikli i mbyllur dhe nuk mund që pas 25 viteve, sepse këta mësues janë diku te 25 deri në 30 vite. Të gjithë janë mësues mjeshtër, e kanë marrë gjitha kualifikimet dhe një ditë bukur i thua, jo, ju jeni bachelor. Në një kohë që bachelori nuk është cikli i mbyllur dhe i vën në diskutim diplomen, sepse nuk flitet ndoshta vetëm për aspektin ekonomik të një mësuesi, por flitet edhe për problemin e vendit punës, sepse në momentin që i thuaj e je bachelor dhe nuk është cikël i mbyllur, atij rrezikohet vendi punës. Kemi edhe kategori të tjera, kjo vlen edhe për arsimin parashkollor. Kemi edhe kategori të tjera mësuesish që preken nga kjo. Diku para disa viteve, studentët që përfundonin studimet për shembull matematik, kishin, pasi përfundonin bachelor, kishin dy alternativa. Ose profesional, ose shkencor. Ai që përfundonte studimet në profesional, do futej në sistemin arsimor. Ai që do vazhdonte studimet për shkencorin, do vazhdonte shkencën dhe nuk i hapeshin dyrët të sistemi arsimor, sepse kishte shkencor, profesionali ishte për arsimin. Çuditërisht sot na del që ata që kanë përfunduar studimet për shkencorin, paguan me 140.000 lekë të vjetra pa grupi, kurse ata që kanë përfunduar studimet për master profesional, paguan me 120, sepse thot nuk e ke numrin e krediteve. Kemi edhe një kategori tjetër mësuesish. Atëherë, çfarë pas ka ndodhur se ajo që na u trumbetua se kemi edhe një kategori tjetër mësuesish, kanë përfunduar studimet për gjulitërsi, për shembull, dhe u shfaq nevoja që në sistemin arsimor duheshin mësues për nxënësit me aftësi të kufizuara AK. Dhe u hap një master 1 vjeçar. Dhe shumë nga këta, për shkak se nuk gjenin në profesionet e tyre punë, vazhduan studimet për këtë masterin për nxënësit me aftësi kufizuese, aftësi ndryshe. Dhe çuditërisht këta prap trajtohen me 120. Pavarësisht se janë me 2 master, kanë mbaruar një master në degën e vet. Kjo e gjitha që thoni ju është një realitet me kleçka që problemi publik nuk i kuptojnë, por që thënë kështu është e qartë. Kjo mbetet vetëm tek vullneti politik. A është negociuar një gjë e tillë? A e din Ministria jonë e linjës, a e di kryeministri që këtu vërtet ne s'kemi mësues, po kemi edhe këta mësuesit të cilët po ju hym në hak, po them unë. Atëherë. Këta mësues deri në muajin qershor janë paguar rregullisht dhe ne nuk kemi pas ankesa. Ky ndryshim ndodhi çuditërisht nga qershori në muajin korrekt. Do thotë, një mësues 30 vite kishte punuar mësues i ciklit ulët, është mësues mjeshtër, ka 25 vite ose 30 vite punë, është diku tek mosha rreth 50 vjeçe dhe çuditërisht i thuan, jo, ti nuk e përfunduar shkollën, ti je me bachelor. Nuk në është dhe në një shpjegim në këte problem, por kjo ne e morëm si lapsus fillimisht, komuniku me Ministrinë e Arsimit, sepse sindikata që unë përfaqësoj, sindikata e pavarur dhe Federata e Arsimit, jemi në nënshkueset kontratës kolektive. Dhe duke qenë të integruar në të gjitha strukturat europiane, pjesë e strukturave europiane dhe botërore, ne nisemi që problematikat i zgjedhim me bisedime.
Dhe ne kontaktu me Ministrinë e Arsimit dhe kemi pas afërsisht 4 takime. Deri tashti dhe nuk ka një zgjidhje. Kjo ishte se nuk na duhet numri takimeve. Unë nuk e kuptoj dhe nuk është bërë transparent pse, sepse parimisht nuk mund ta kundërshtojnë askush, sepse nëse ti punove 30 vite në një klasë të caktuar, në një degë të caktuar, dhe çuditërisht mas 30 viteve mësues mirë, ke fituar gjitha kategoritë. Jo, po kjo është çështje vullneti, nuk është çështje ndarje. Dhe është edhe mosvlerësimi i figurës mësuesit, sepse nuk mund t'i thuash një mësuesi pas 30 viteve, jo, ti je me bachelor, një kohë që bachelori nuk ka ekzistuar as në Bolonjë. Po tani, funditës, po. Do të thotë, nuk mund t'i diskutosh diplomën dikujt pas, sepse në 92-shin, 93-shin ka përfunduar dhe nuk ka pas mundësi të vazhdojnë diku më shumë, sepse ishte cikël i mbyllur, nuk ishte master, nuk ishte doktoratur, nuk ishte një diçka që ky mësues që të vazhdonte studimet më lart. Këta që thoshte, është studim e mbrojtur mësuesi. Për mua është shumë e thjeshtë dhe ju vërtet e shpjegoni ashtu siç ka ndodhur, po kur vendi ka çështje emergjencash, këto politikat i kapërcejnë. Sepse është afërmendsh që ti i kapërcen, madje dhe i stimulon. I stimulon në mënyrë që të kesh... Është vërtet, kualifikimi vazhdueshëm duhet, por ka dhe një diçka, nuk kemi një transparencë në këtë mes. Do të thotë, ne nuk në është bërë qartë pse ka ndodhur kjo. Do të thotë, ka mungesë sepse buxheti është shumë i ulët, i arsimit, është 2.4% e GDP-s, një kohë që vendet e bashkimit Europian e kanë mbi 5%, dhe shumë qesharak, ne kur jemi në takimet ndërkombëtare, skuqemi kur e themi shifrën e kësaj, sepse Kosova, që është 20 vite shtet, më pak se 20 vite, 17 vite shtet, e ka 3.8. Mos harro se një pjesë e buxhetit mbulon edhe nga tarifat e studentëve që vazhdojnë studimet e larta, nga sepse kanë tarifat të larta në raport me rajonin. Do të thotë, arsimi nuk është fare në fokusin e qeverisë. Dhe kemi 2 gjëra tani. Ore, pse ndodhi kjo? Cila ishte arsye? Kemi mungesë buxheti dhe çfarë të bëjmë që të kursejmë, të ulim rrogat, apo kemi mungesë studentësh në universitete dhe mos i kalojmë këta mësues të 6.000 mësues të çojmë drejt auditorëve që të vazhdojnë të fusim nëpër masterat e tjerë që të mbushim auditorët, sepse nuk e kemi qartë, nuk marrim një përgjigje definitive, me thonë, zotëri nuk ju takon. Si ti marrim këta, po këta janë 50 vjeçëm, ti çojmë edhe i herë në shkollë që pastaj... Po çfarë do bëjnë ai, ka edhe 15 vjet dalin në pension. Dhe ne s'kemi mësues nëpër zonat rurale, nuk e kemi qartë, do të thotë pse nuk paguhen ta mësues sikur deri në muajin qershor. Deri në muajin qershor ky mësues u pagu me pak grupi i 140.000 lekë, çuditërisht në korrik pas sa po kaloi korrikun thanë jo, ti takon me 100 sepse ti je bachelor. E kuptoj. Greva apo protestë nesër? Se i kanë parë këto shqetësimet e mësuesve, të cilët e artikulojnë, janë të indinjuar. Ne si sindikat kemi qenë shumë korrekt edhe në respektimin e kontratës kolektive që gjërat të zgjidhim me bisedime, me dialog, me argumenta. Dhe deri më sot pavarësisht janë bërë disa 4 takime vetëm për këtë, më thatë. Janë bërë 4 takime, ka qenë prezente në një takim që kam qenë edhe unë, ka qenë prezente edhe drejtoresha e administratës publike. Dhe deri sot nuk kemi një vendimmarrje. Arsyeja është kjo që ne nuk e kuptojmë pse nuk jepet një vendimmarrje, thotë ore nuk ju takon. Por njëherë thotë ja tash shikojmë dhe të marrim një vendimmarrje, pastaj thotë ne kemi hyrë në fushat elektorale dhe nuk e ndrojmë dot VKM-n. Nuk e kuptoj. Ne mësuesit po i çojnë me zor, po i çojnë drejt grevës, drejt protestave, drejt blokimit të sistemit arsimor. Sepse nuk mund t'i mohosh shkollimin dhe nuk mund t'i cenosh vendin e punës. Se në momentin që... Edhe integritetin. Në momentin që një mësuesi me mjeshtër dhe me gjitha kualifikimet i thua që zotëri ti ju jeni mësues me bachelor, është e papranueshme, është edhe fyrja. Ç'është integriteti? Është edhe fyrja. Se shtohet edhe mitet. Dhe ne vazhdimisht i kemi dhënë kohë ministrisë të reflektojnë. Presim reflektim nga ministria. Mos harroni se fund marsit është mbyllja e semestrit. Dhe rrezikohet që të mos kemi mbyllje të rezultateve në fund të tërmujorit të dytë. Do kemi protesta. Nesër është dita e mësuesit. Për shqiptarët është ditë e madhe. Shërëndësishme, më e rëndësishme. Ti shikosh nesër, rrugët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë ndryshojnë.
Nëse shef fëmijë me lule, shef prindër që shoqërojnë fëmijët drejt mësuesve. Jo vetëm kaq, por e kemi shfrytzuar. Është një ditë e bukur. E kemi shfrytzuar për ta lartësuar figurën, se nuk është çështje e emocionit të momentit, po fëmijët përgatiten edhe shpirtërisht tek modeli, dhe ndërkohë dalin kaq shumë problematika se ju thoni që nuk është çështje greve, po është çështje bllokimi, mos dalje të rezultateve. Por kemi një problem, kemi aty, sidomos në ato degë që kemi mungesa mësuesish, pikërisht në ato degë. Sa mësues na mungojnë në rang vendi, e dim? Sipas statistikave që kemi, sepse ne nuk i kemi statistikat, mund të jemi mësues që janë me kontratë me afat, do të thotë janë dy ku afërsisht rreth 3.000, 2.500-3.000, do të thotë diku rreth 10%, por kjo po rritet vazhdimisht, sepse shumë po largohen edhe jashtë, sidomos brezi i ri që është anglisht folës, e kanë mundësinë të integrohen. Çfarë do të thotë kjo me kontratë? Do të thotë bën kontratë një vjeçare dhe nuk është i profilit, ose ka mësues pa arsim përkatës, do të thotë nuk ka marrë licencë. Dhe sa kemi kështu ne? Atë fërsisht 10% të mësuesve në sistem. Dhe kjo vjen sidomos në zonat rurale, por thash kemi probleme edhe me ciklin dhe me parashkollorin, kemi probleme edhe në Tiranë, sepse Tirana nuk ka pas një degë mësuesie për ciklin e ulët, dhe gjithmonë është furnizuar nga Elbasani, Shkodra, nga rrethet. Dhe ndoshta pavarësisht se u pretendua dhe kishte, të jemi të sinqertë, ishte një rritje rroge këtë vit, që du të bëhet ndoshta çdo vit e tillë, që ne kemi përshnet kush që bën diçka për arsimin, por kjo nuk është fokusuar, ose nuk e dha efektin e vet tek aplikimit që bën maturantët për studimet këtë vit. Do me thonë, nuk ishim shtim të degëve të mësuesisë. Dhe çuditërisht... Nuk ka interes. Po, nuk shfaqe interes, dhe çuditërisht në qoftë se merr takime për kolektive dhe i pyet mësuesit cili nga ju i ka sugjeruar fëmijës mësuesisë, është 0. Njëkohë që në Shqipëri kanë ekzistuar familje mësuesish. Me 3-4 breza, dhe ky brez i fundit asnjë nuk i sugjeron. Nuk është nevoja që të sugjerojnë, sepse vetë fëmijët e mësuesve e shohin vështirësitë që prindërit e tyre kanë në profesion. Profesioni i mësuesit është shumë i vështirë. Do thotë që gjithë kohën në tension jenë punë në fëmijë dhe ka një lodhje më shumë, ka një lodhje. Është pjesa më e pastër e shoqërisë, është pjesa më e pastër sepse por është e vështirë, janë delikat, gjithë kohën je i survejuar në syrin e tyre, do thotë nuk lejohen gabimet. Do thotë në qoftë se... Të kryqëzojnë. Po, patjetër, je gjithmonë në fokusin e shikimeve dhe modeli e tyre. Dhe për asnjë moment nuk mund të jesh as vetveti as njeri, është dhe betejë. Patjetër, edhe në qoftë se ke një problem ose një arsye shëndetësore, atë nuk mund ta shfaqësh tek fëmijët. Është shumë e drejtë, është shumë e vështirë, është e bukur, por edhe ata që kanë zgjedhur mësuesinë nuk e kanë zgjedhur që do bëhen të pasur. Një jetë normale, sepse vetë profesioni, rroga, nuk do kesh një makinë luksoze, nuk do kesh një ashtu, por shteti dhe shoqëria ka detyrimin që këtyre njerëzve që kanë të ardhmen e fëmijëve tyre në dorë, t'ju sigurojnë një jetë normale. Do të thonë që të kenë mundësi të bëjnë një jetë, mos turren për punë të dyta, sepse sot rëndom sot kemi after school. Shiko çfarë po që mësuesit punojnë në sistem dhe turren sa po marrin mësimin, turren drejt after schoolve dhe kanë përshtypjen, sipas informacioneve që kemi, të gjithë këta mësues janë të pasiguruar. Që punojnë, domethënë, edhe nga 2-3 orë në after school. Ne kemi propozuar... Je kundër këtyre skemave? Ne jemi kundër këtyre skemave, ne kemi propozuar që kohëzgjatja o qëndrimi i fëmijëve të jenë deri në orën 16, përkojnë me qëndrimin e prindërve në oraret zyrtare, por mësuesit që punojnë nga mëngjesi deri në përfundimin e procesit mësimor, normalisht ata kanë nevojë për përgatitjen ditore për ditën tjetër dhe të largohen nga shkolla dhe të zëvendësohen me mësues të tjerë të lëndëve të ndryshme, sepse sot po na shfaqet edhe dhuna nëpër shkolla.
pse po shfaqet dhuna në për shkolla. Njëherë ajo dhuna po fillon që në arsimin parashkollor dhe hallka me dobet e arsimin në Shqipëri është ai parashkollor. Ai që kemi bullizimi? Kemi nga bullizim, dhunë ka. Kemi nga 30-40 nxënës në grupet e kopshteve. Në grupet e kopshteve sot ju bëhet mësim shkrim dhe lexim. Njëkohë që në prendim ose pakten ato seminar ose konferenca që unë kam ndikur, thotë fëmijët e parashkollorit kanë lojën dhe natyren. Dhe ajo ju mungon fëmijëve Shqipërisë. Dhe kur shkojmë, ata thotë di fëmijat lexojnë. Në prendim nuk ju sugjerohet që fëmijët të bëjnë veprime matematikore. Ata mund t'i krijojnë vetë, por jo t'i stimulosh. Ose pastaj raportet ndërkombëtare na nxjerrin me probleme sa i takon aftësive të tjera. Dhe pastaj kemi edhe shkallët e tjera të arsimit, që s'kemi kushte, s'ka infrastrukturë. Ne shohim rëndom Tiranën, për shembull, që propagandohet shkolla, po në periferi Tiranës, pastaj imagjinon e për rrethe. Do të shkosh në Elbasan të shikosh që vazhdojnë shkollat janë me plakat e para viteve 90, mund në qendër të Elbasanit. Edhe imagjinohet shkollat e fshatrave, ne kemi pas braktisjet popullatës të fshatrave të tëra, dhe një nga kriteret kryesore, shkaqet kryesore shkolla, cilësia shkollës, sepse fëmijët shqiptarë gjithmonë e kanë konceptuar si të shejtë arsimin. Pse mund ta themi këtë? Patriotët shqiptarë ose shqiptarët kanë luftuar për arsimin para se të ishin shtet. Shqiptarët e Kosovës e kanë mbajtur sistemin arsimor në okupim. Do të thotë që është një diçka shumë e rrallë, është për të studiuar nga historianët botëror. Të mash një sistem arsimor, njerëzit ta paguajnë vetë mësuesit në okupim është e paimagjinueshme, është rasti i parë botëror. Pra do të thotë shqiptari shkollën e ka parë si mundësi për fëmijët e tij që të ketë një ardhmë të mirë. Qeverit nuk i përgjigjen këtij realiteti, dhe prandaj ne kemi kërkuar që të kemi një vëmendje nga arsimi, një reformë e thellë me drejtim, me frymë prendimore dhe ndoshta edhe një pak kombëtar në raport me buxhetin, sepse ne dimë që 5% e GDP-s është një buxhet goxha i mirë, por e kam thënë edhe diku tjetër që në qoftë se për një familje shtrohet dilema të shkolloj fëmin apo të ndërtoj një shtëpi, familja do ta shkolloj fëmin, pastaj do ta ndërtoj shtëpinë. Dhe ndoshta ne do të fokusohemi te arsimi që ta ndërtojmë pastaj Shqipërinë. Faleminderit, Zelej, për gjithë sa ndave me ne. Besoj do duhet gjithë së bashku të përfshihemi në një cikël bisedash për cilat ka nevojë shoqëria, sepse mua realisht më vjen keq kur trajtojmë këto problematika që kanë të bëjnë me dinjitetin e mësuesit, kanë me mënyrën se si ai duhet të sigurojë të ardhurat për familjen. Dhe më vjen shumë keq kur ne sot kemi fenomene sociale, kur ne kemi dhunë, kur ne kemi xhbër edhe si pasojë e prindërimit ton, po fus dhe veten këtu, figurën e mësuesit. Pra këtu duket se gjithçka nuk po shkon ashtu siç duhet dhe shoqëria jon realisht po lëngon në disa hallka shumë të rëndësishme. Si tek familje që varfërohen sepse zgjedhin sistemin privat, që dhe ai ka pikpyetje se sa i kontrolluar është. Si tek ata që do duhet që pas shkollës paguajnë after school, që janë hapur, kanë birë kudo, dhe që nuk dihet se çfarë ndodh, janë të kontrolluar apo është një skem enkas, se ju thatë që ndoshta një mësues shkon atje për të siguruar disa para, por nesër vini pa përgatitur se duhet punojë edhe në orët e pasdites, që nesër t'japi diçka më shumë se ç'duhet ndoshta apo dhe t'i tërheqë ato fëmijë. Dhe deri tek vrasjet pastaj që ne i dimë shumë mirë që na kanë shoqëruar për fat keq dhe pastaj sërish themi, po kjo mësuesja nuk e dinte? Ne jemi një organizatë mësuesish që si rregull ne mbrojmë të drejtat e mësuesve, mbrojmë mësuesit. Por askush nuk është interesuar që të ketë një arsim cilësor më shumë se sa mësuesit, sepse i kanë kushtuar jetën. Dhe normalisht edhe organizata që unë përfaqësoj është e fokusuar, është e interesuar që të kemi një arsim cilësor, sepse gjithë anëtarët tanë i kanë kushtuar jetën këtij profesioni. Domethënë burrat dhe gra kanë filluar punën si çuna dhe goca të reja dhe sot janë të thinjur, janë në mendje të shumë fëmijëve.
Kanë shkuar në pjesë të mirë familjeve shqiptare. Ne kemi bërë edhe protest para Ministrisë Arsimit vjet në maj, dhe fokusi kryesor joni ka qenë sensibilizimi i shoqërisë dhe i politikës, sepse në fund ditës reformat i bën politika. Dhe ne edhe në këtë situatë i bëjmë thirrje politikës ta trajtojnë arsimin me përparësi dhe të gjehen mënyra, të gjenden format që të kemi një arsim cilësor, nëse se pretendojmë që do të kemi një Shqipëri të zhvilluar. Sot, për shembull, kemi arsimin profesional, ne themi Shqipëria turistike, po ku kemi arsimin profesional? Kemi Ministria e Arsimit dhe Sportit, por kemi arsimin parashkollor jashtë Ministrisë së Arsimit dhe arsimin profesional jashtë Ministrisë së Arsimit. Pra duhet një reformë e saktë. Ne nuk na ka dalë, nuk na ka ngel me shpik. Do të shohim, marrim nga vendet perëndimore, nga vendet e zhvilluara, nga vendet e vogla si janë. Jo, ne Zoelia nuk vuajmë për modele, ne thjesht vuajmë për vullnetet dhe për të bërë gjithë së bashku. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju, respekt.